Bismillahirrahmanirrahim. Nocioni kurban daton që nga Ademi a.s. njeriu i parë, atëherë kur Zoti Gjellëshanhu ja kishte pranuar kurbanin njërit prej bijve të tij si dëshmi e devotshmërisë së tij. Pra kurban do të thotë një sakrificë e cila ofrohet që t'i afrohemi mëshirës së Zotit Gjellëshanhu. Ndërsa nocioni kurban në kuptimin e një rituali islam daton që nga koha e Ibrahimit a.s. Atëherë kur Zoti Gjellëshanhu e kishte urdhruar Ibrahimin a.s. që ta therrë djalin e tij Ismailin për kurban. Sigurisht që Ibrahimi a.s. si një pejgamber i përkushtuar i Zotit Gjellëshanhu do ta shpreh gatishmërinë, vullnetin në nshtrimin e tij që ta kryej këtë urdhër të Zotit Gjellëshanhu. Përballë tij e gjejmë një djalë të ri, të udhëzuar, i cili ishte i përkushtuar ndaj Zotit Gjellëshanhu dhe i kujdesshëm ndaj prindrit të tij, e i përgjigjet me një përgjigje ngushëlluese duke i thënë: Ja ebeti, if'al ma tu'mar, satajiduni insha Allahu min as-sabirin. O babai im, vepro ashtu sikurse që urdhrohesh, dashtë Zoti do të më gjesh prej durimtarëve. Formalisht ishte ekzekutuar therrja e Ismailit a.s. pasi që masat preventime të një therrje ishin ekzekutuar dhe kishin përfunduar. Por faktikisht therrja e Ismailit a.s. nuk ishte konkretizuar, pasi që Zoti Gjellëshanhu deshi që Ismailit a.s. dhe Ibrahimit a.s. të ju dhurojnë një kurban dhurat për sakrificën në nështrushmërinë e tyre ndaj Zotit Gjellëshanhu. Kështu që ky kurban u bër sunet i pejgamberit Ibrahim a.s. për mbar njerëzimin deri në përfundim të kësaj dynjaje. Pra, obligueshmëria e prerjes së kurbanit rrjedh nga Ibrahimi a.s. Obligim e ka prerjen e kurbanit çdo person i cili është moshën madhore dhe është në vendin e tij, nuk është në udhtim dhe gjatë kësaj kohe ka mundësi materiale që ta prej kurbanin. Ai person i cili ka pasuri, qoftë ai e lujshme apo e palujshme, që arrin vlerën e 91 gram ari, dhe kjo vlerë e pasurisë është gjatë ditëve të bajramit, gjatë 3 ditëve të bajramit, ky person e ka për obligim prerjen e kurbanit. Në llogarinë e kësaj vlerje nuk hyjnë gjërat elementare të jetës, sikur që janë shtëpit, veturat, gjërat elementare për jetë që njeriu i përdor. Prandaj nëse dikush posedon këtë pasuri jashtë gjërave elementare si shtëpia dhe banesa, e ka për obligim therrjen e kurbanit. Obligueshmëria e prerjes kurbanit rezulton nga ajetet e Kur'anit dhe hadithet e pejgamberit a.s. Zoti Gjellëshanhu në Kur'an thot: Bismillahirrahmanirrahim, fasalli li rabbika wanhar. Fal namaz për hir të Zotit tënd dhe therr kurban. Forma urdhërore e urdhit Zotit Gjellëshanhu rezulton me obligueshmërinë e faljes së namazit të bajramit dhe therrjes së kurbanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush ka therr kurban para faljes së namazit të bajramit, le ta përsërit therrjen e tij pas faljes së kurban bajramit. Prandaj nuk ka mundësi të kërkohet përsëritja e të njëjtit adhurim përderisa nuk është kryer në kohën e vet, nëse ky adhurim nuk do të ishte obligim. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: ai person i cili ka mundësi të therr kurbanin dhe nuk e bën atë, mos të i ofrohet vendfaljes tonë. Do me thonë, pejgamberi a.s. po na tërheq vërejtjen që ai person i cili ka mundësi të therr kurbanin dhe nuk e bën atë, mos të vihet të fal namazin e bajramit, sepse kjo është obligim. Sikur të mos ishte obligim, nuk do të merrnim një këshill apo një qortim të tillë nga Muhamedi a.s. Therrja kurbanit
është shpërblim i madh nga ana e Zotit xhallashanhu. Kur një obligim është në nivel të lartë, gjithashtu dhe shpërblimi sevapi është gjithashtu në një nivel shumë të lartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte thonë vajzës së tij, Fatimes radiallahu anha, oj Fatime, ngritu dhe shiko kurbanin tënd, sepse me derdhin e pikës së parë të gjakut të tij të falen gjunahet që i ke vepruar. Zoti xhallashanhu nuk ka nevojë për mishin, e as për gjakun e kurbanave ton, por ne kemi nevojë për shpërblimet të Mallit Zot xhallashanhu. Thot Allahu në Kur'an: "Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Tek Zoti xhallashanhu nuk arrin as mishi dhe as gjaku i tij, por arrin devotshmëria dhe përkushtimi juaj ndaj Zotit xhallashanhu. Kafshët të cilat pranohen për therrjet kurbanit janë delet dhe dhitë, të cilat duhet të kenë moshën 1 vjeçare sipas kalendarit hënor. Mirë po nëse nuk e arrin këtë moshë, atëherë duhet të jenë të zhvilluara, aq sa nëse hynë në kopen e deleve dhe dhive 1 vjeçare, nuk vrehen nga lartësia se janë më të vogla se sa ato. Një dele apo dhi prehet vetëm për një person. Ndërsa kafshët sikurse që janë lopët dhe bollicet, duhet të kenë moshën mbi 2 vjeçare, në mënyrë që të lejohet të prehen kurban, mirë po përparësia atyre është se në to mund të marrin pjesë deri në 7 veta, me kush që të gjithë ta kenë njet prerjen e kurbanit dhe jo njëri prej tyre të ketë për qëllim vetëm mishin. Këto kafsh, sikurse delet, dhitë, lopët dhe bollicet, duhet të kenë shëndetin e mirë, në mënyrë që të kenë mundësi të shkojnë vetë deri te vend therrja dhe të mos kenë ndonjë problem shëndetësor i cili ndikon në vlerën e tij në mish. Kurbanin e therr kryefamiljari i familjes për të gjithë ata persona apo anëtar të familjes të cilët jetojnë në të njëjtën bashkësi familjare dhe e bën njet për vete dhe për familjen e tij në mënyrë që sevapi, bereqeti i atij kurbanit të shpërndahet në tërë shtëpinë të cilën pritet ai kurban. Lejushmëria e prerjes së kurbanit fillon më njëherë pas faljes së namazit të Kurban Bajramit, por detyrimisht duhet të përfundoj para namazit të akşamit të ditës së tretë të Kurban Bajramit. Lejohet që kurbanin të e therrë dikush tjetër në vend tuaj. Në këtë rast, është e rrugës që therrja e kurbanit të i besohet institucionit të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, i cili institucion bën organizimin, therrjen, shpërndarjen e mishit të kurbanit, përparësi e kësaj forme të therrjes nga institucioni i Bashkisë Islame është se fillimisht me këtë mish furnizohen institucionet fetare arsimore, medreset, nxënësit e dijes fetare, studentët e fjalës Zotit xhallashanhu, ku shpërblimi ndaj tyre është jashtëzakonisht i madh. Aisha radiallahu anha i kishte thënë njëherë pejgamberit alayhi salam: "Ja Rasulullah, është harxhuar i gjithë mishi i kurbanit të cilin e kemi shpërndar dhe ka mbet vetëm një shpatull apo krah." Pejgamberi alayhi salam i kishte thënë: "Pas ka mbet e gjitha dhe qenë ka harxhuar vetëm ajo shpatull apo ai krah." Që do të thotë e gjitha ajo pjesë e cila është shpërnda, do ta gjejmë sevapin, shpërblimin e saj tek Zoti xhallashanhu dhe nuk do të harxhohet asnjëherë. Ndërsa pjesat të cilën do ta konsumojmë, do të përfundojmë me konsumimin e saj. Në këtë rast, ata të cilët dhurojnë kurban për Bashkinë Islame të Republikës së Kosovës, e mishi i të cilit shpërndahet tek të tjerë dhe nuk kthehet te pronari, do të thotë që i gjithë sevapi, shpërblimi i atij kurbani do të mbetet tek Zoti xhallashanhu dhe do ta gjeni atë ditë kur më së shumti kemi nevojë për veprat e mira te Zoti xhallashanhu.